në këtë rast duhet të hetohet edhe procesi hetimit që është zhvilluar në fillet e tij. Aktivistët tonë, ministrat tonë, deputetët tonë nuk mund të bëjnë edhe prokurorë e gjykatës. Dhe në kohën e Jugosllavisë, regjimi fashist kanë saju akt akuza, kur i kanë mojë njerëzit në burg. Astë Dahorin e kanë mojë në burg për 67 ditë, pa akt akuzë, pa marrë pyetje pasgjë. Edhe njëherë i bëjmë thirrje sistemit të drejtësisë që të bëj shumë më tepër, të angazhohet edhe çfarë nuk është angazhuar deri më tash, sepse kjo padrejtësi, ky krim është një plagë e hapur jo vetëm për familjen Dehari dhe lëvizjen vetëvendosje, por për mbar popullin e Kosovës dhe Republikën tonë. Për ne punën e prokurorisë edhe të sistemit të drejtësisë nuk mund ta bëjmë. Këto janë shtyllat të ndara të pushtetit. Ne shprehim gatishmërinë, vullnetin dhe interesin ton për drejtësinë dhe për të vërtetën. Ka shumë mundësi që në këtë rast duhet të hetohet edhe procesi hetimit që është zhvilluar në fillet e tij. Meqense kur diçka nis mbrapsht, atëherë bëhet dyfish më vështirë që të bëhet mbarë. Ne kemi gatishmërinë edhe interesimin, por si kryeministri i Republikës, unë, aktivistët tonë, ministrat tonë, deputetët tonë, nuk mund të bëjnë edhe prokurorë e gjykatës. Jemi këtu për të kujtuar jetën dhe veprën e Astrid Daharit, një njeri shembullor, një aktivist i pashoq që na tregon që ne duhet të vazhdojmë rrugën e tij, të çndrojmë kundër padrejtësive që bëhen në këtë vend. E fatkeqësisht padrejtësia më e madhe është bërë vetë atij. Veç duhet ta kuptoni që edhe në kohën e Jugosllavisë, regjimi fashist kanë saju akt akuza, kur i kanë mojë njerëzit në burg. Astrid Daharin e kanë mojë në burg për 67 ditë, pa akt akuzë, pa marrë pyetje pasgjë. Kjo është për një prej oktave më të rënda që i ka përjetuar vendi jonë pas luftës. Pra, ju e dini që lufta, betejë më e madhe e popullit tonë është bërë për liri dhe drejtësi. Se ka prit kërkush që na me vujt ma keq se që kanë vujt shqiptarët në regjimin fashist të Miloševićit. Kjo ka ndodhur në rastin Astrid Daharit. Kjo flet shumë për një sistem jo funksional të drejtësisë, dhe ky jo funksionalitet mund të jetë më shumë duket se është i qëllimshëm se sa i pa qëllimshëm. Ne si familje dhe në emër këtyre gjithë pjesëmarrësve që janë sot këtu, kërkoj që ky rast ta gjejë zgjidhjen, gjyqësia, do thotë drejtësia, të kthehet në binarët e duhur, sepse kjo është flet për një njollë të keqe të drejtësisë në Republikën e Kosovës dhe nuk do duhet të vazhdojë më kështu. Uroj që për këtë rast dhe për gjitha rastet që janë në Kosovë, drejtësia ta thotë fjalën e vet si duhet.